Drejt Europës pa azil është ky mesazh i drejtuar shqiptarëve nga kryedemokrati Lulzim Basha në kuadër të 9 maj ditës së Europës, i shoqëruar nga kandidatja për kryetare bashkie e opozitës Voltana Ademi nga pika kufitare e Muriqanit. Basha tha se Edi Rama po i vendos barrierë rrugës së Shqipërisë drejt Europës duke vjedhur fondet nga taksat e shqiptarëve. Sot ai ka ngritur barriera të tjera të pakapërcyeshme për udhëtimin ton europian. Vëllezër dhe motra, nuk ka si çaj përpara një vend, i cili është kthyer në rekordet më të zeza të korrupsionit. Një vend, qeveria e cilit prokuron gjysmën e fondeve publike me prokurim drejt për drejt në nivelin limit të preventivit, që do të thotë vjedhje e hapur e fondeve të shqiptarëve. Një qeveri e cila në kushtet e një krize ekonomike, që po largon mijëra shqiptarë nga shtëpitë e tyre, dhe po përsërit eksodin me përmasat më masive, që nga viti 1991-1992 shpenzon milionat e taksave të rritura të shqiptarëve për projekte korrupsioni, për palma korrupsioni, për fasada korrupsioni, ndërkohë që shqiptarët vuajnë për bukën e gojës. Basha nuk ka lënë pa komentuar edhe teknologjinë e fundit që qeveria përdor në daljet e saj publike. Ata që nuk duan ta shohin situatën ashtu siç është, bëjnë mirë të zgjohen. Jo harqet e orkestrave, jo koncertet e sponsorizuara, por analiza e vërtet e fakteve do të sjellë në përfundimin se kjo qeveri nuk është në rrugën e dur, se kjo qeveri nuk është zgjidhja, se kjo qeveri është problemi për aspiratën europiane të shqiptarëve. Rruga e zgjidhjes nuk është largimi i shqiptarëve sipas Bashës, por është largimi i qeverisë së papërgjegjshme, që e ka shquar vendin tonë në mjerim dhe këtë ju drejtuaj qytetarëve, mund ta bëni vetëm anë të votës suaj më 21 qershor.